Koha për të folur për sportin, zonja dhe zotrin, dhe do flasim për futbollin shqiptar, sepse dy janë lajmet më të rëndësishme të kësaj jave. E para është kthehet Tirana te fitoria pas 103 ditësh në kampionatin e futbollit, fitojnë bardhë dhe blut, mundi mbylisin 1-0, por surprizë ishte pa diskutim edhe fitoria e Vorës, një ditë më parë kundër Partizanit. Në fakt ishte një fitore që përkonte edhe me inaugurimin e stadiumit të ri, një dhuratë e bukur për tifozët e kësaj qytete. Dhe ne i diskutojmë gjithmonë në zhvillimet sportive, ju e dini, me gazetarin Kristi Atlari, cili rikthehet në studion e Mirëmëngjes Shqipëri. Mirë se vjen Krist. Mirëmëngjes edhe njëherë. Një javë me plot surpriza, të paktën nga ekipet e kryeqytetit nuk munguan, se ndeshjet e tjera dhe takimet e tjera, disa prej tyre na vun pak në gjumë. Ishte një javë ku 3 ekipet e para u ndalën, me të drejtën, 3 ekipet e Kreut dhe ekipet në mes tabele dhe poshtë arritin të përfitonin. Ti përmendë Tirana dhe Vora ishin dy fitore që na surprizuan këtë javë, ndoshta Tirana pritet deri diku sepse të gjithë mendojmë atë ktesën e madhe për shkak edhe të merkatos, të pozicionit që ata ndodhen. Por fati i keq i Tiranës nga ana tjetër ishte që një kundërshtar direkt si Vora arriti të merrte një fitore të rëndësishme Partizanit. Largohet nga zona e ftohtë. Pikërisht, largohet nga zona e ftohtë, kështu që tashmë janë deri diku një garë treshe për dy vende se cila do bjerë direkt apo cila do shpëtojnë në play-out. Sepse edhe Flamurtari mori një pikë me një kundërshtar si Elbasani, mos e harrojmë që Elbasani është në vend të dytë. Ka një ekip solid edhe nuk është pak ti marrësh pikë. Po, e vërtet, ndaj Elbasanit sigurisht. Tashmë unë shoh Tirana është një fitore që rikthen dhe shpresat, ndez atë entuziazmin edhe tek tifozët, sepse kemi diskutuar për gjatë gjithë sezonit këtu që Tirana është skuadra pa frikë më e rrezikuara. Patjetër që është më e rrezikuara për shkak edhe të dy fazave të para që ishin skandaloze, por ndërkohë ka një ndeshje përballë që është Vora, e cila është gjithashtu një kundërshtar direkt. Nëse do themi që Flamurtari gjithashtu që ka lëvizur në merkato dhe ka dhe një shkëndij për të shpëtuar, atëherë Tirana duhet të shohë mes Bylisit dhe Vorës që janë rivalet e saj direkt, sepse pa i poshtur ato. Me Bylis e nisi shumë mirë, ai të fitonte në një fushë të vështirë si Ballçi, edhe pse me penallti, por gjithsesi penalltia pjesë e lojës është. Ndërkohë tashmë e pret Vora në shtëpi, në fushën e Vorës, kështu që është një test i dytë shumë i rëndësishëm, sepse ata e dhanë shkëndijën e parë. Unë e pash ndeshjen, Tirana kishte më shumë qartësi se sa para vitit kaluar. Rritet edhe entuziazmi, kur ti bën ca ndryshime në merkato, kur edhe media përflitet, media bën punën e vet, kur të gjithë flasin se Tirana do të rikthehet, pra edhe automatikisht edhe psikologjia e lojtarëve ndryshon, fakti që atje tani është një lojtar që e njeh ambientin dhe që shton shumë cilësi si Xhixha. Vetë pak minuta kishte në dispozicion. Po, pak minuta, për shkak edhe të minutazhit andaj që nuk është se ishte në formën e dur, por dalë ai do e marr formën e vet. Gjithashtu dhe Ernest Sulmojsi që është rikthyer me Buj që u shit nga Tirana dhe tani është rikthyer. Kanë ardhur disa lojtarë dhe një mesfushor, Diar Ismaili që është lojtari i ri, Alili, që është lojtari i ri nga Prishtina, i cili mund të jetë një talent për të ardhmen. Domethënë janë kombinuar 3-4 pika të cilat Tirana kishte vërtet nevojë. Po të shohësh, janë mbajtur ata lojtarë që kanë performuar mirë, por ndërkohë janë larguar dhe një pjesë e madhe të cilët kanë zhgënjyer. Dhe ndoshta kjo jep shpresë te stafit, te tifozët, te presidenca që Tirana të shpëtojë këtë sezon, sepse vetëm ajo gjë është detyrim. Megjithatë kampionati është i gjatë, ka edhe shumë ndeshje, janë 2 faza. Padyshim, janë mos gaboj 51 pikë në lojë. Në lojë. Kështu që janë do të kemi plot llogari për të bërë deri në fund. Shampanjë ndërkohë tek Vora, edhe për stadiumin, po edhe sepse mundin një rival shumë të rëndësishëm si Partizani. Nuk e di, fazat e para të kampionatit, çfarë kanë sjell ballafaqimet e drejtë. Vora më pëlqen sepse ka një Partizani ka fituar fazën e parë, ka qenë nga ndeshjet e para, sapo ishin kolauduar pak ekipet edhe nuk është se shfaqen atë që realisht kanë, po ta shohësh Vorën ka ardhur në rritje dhe Partizani duke në pikjat. Them kështu sepse Vora ka disa lojtarë aty që kanë qenë pjesë e ekipit Shpresa. Karica, Daka që është akoma pjesë e ekipit Shpresa, Ismaili edhe pse ka luajtur te Dinamo, domethënë janë një ekip i ndërthurur mes të rinjve që janë premtues, janë luajnë me ekipin kombëtar U21 dhe kanë një potencial për të arritur ekipin e parë, ndërkohë dhe lojtarë të cilët kanë bërë mirë në superiore, ndërkohë janë lojtarë që kanë qenë të padëshiruar krisë në ekipet e tjera. Ti përmend edhe nga mbrojtja, që nuk është se i kanë dashur, po ata janë bërë bashkë te Vora dhe si duket kanë krijuar dhe harmoninë atë grupin e tyre dhe po performojnë mirë. Dhe Vora unë e shikoj shumë të vështirë për të rënë nga kategoria. Sepse aty dhe investimi nuk mungon, pjesa financiare nuk mungon. Kështu që tani nëse i vëmë në peshore gjitha këto përballë një Tirane me shumë probleme me lojtar apo me Flamurtarin që ikin 10 lojtar, vinë 10 të tjerë,
them që Vora është ekipi më i kuotuar, po. Duhet bëjmë shumë kujdes me kë quajmë të padëshiruar këtu në kampionatin shqiptar, se kemi parë ca shembuj që nëpër Evropë pastaj janë bërë lojtarët më të mirë të skuadrave. Këtu e Ramanin, Muriqi, për shembull që ka qenë Durrës tek Teuta më përpara dhe transformohen, pra është pak edhe çështje se në ç'është moment, në ç'është pikë të kampionatit ata gjenden, të karrierës tyre, të formës tyre. Ndoshta në moment pikurie dhe normalisht është pika që ata japin maksimumin në këtë moment. Dhe ndoshta Vora përfiton nga kjo pjesë dhe me një nuatit të mirë, me një drejtor i cili ka vënë disa piketa në ekip, ata po performojnë mirë. Pastaj pjesa tjetër e ndeshjeve, po them, unë e shikoj në një pikpamje tjetër kampionatin, sepse ndonjëherë tregon sikur këto ekipe si Egnatia dhe Dinamo kanë një lloj dominance që shpesh e tregojnë, por pikpamja tjetër pastaj është kur nuk marrin pikë të plota. Po, pikpamja tjetër është këto ndonjëherë që dojnë dhe unë jam skeptik pastaj nëse kjo dominancë është reale apo thjesht janë ekipet e tjera dobët. Nga vjen çedimi. Po sepse po të shohësh Egnatia tani ndeshje direkt me Vllaznin, poshtë. Po përveç ti mund të mposhtesh me një gol, me kështu. Puna është që nuk zhvillon lojë. Dhe ne jemi mësuar që Egnatia ishte në një moment shumë të mirë, 3 fitore radhazi, dhe arriti që kjo oscilacioni që ti bie direkt nga lart poshtë është një problem që ata e dinë më shumë mirë, stafi e di shumë mirë dhe kjo pjesë duhet patur kujdes për të dalë kampion. Gjithashtu edhe Dinamo. Dhe Dinamo dje ndeshje me Teutën, nuk ishte ajo Dinamo që ne ishim mësuar të shihnim. Dinamo poshti Egnatia në Superkup, kishte 3 fitore radhazi në kampionat. Tani këtu ndikon edhe kjo pauza, mendoj unë, që patën ekipet. Sepse duhet pak kohë për tu. Mendoj që patën disa ditë pushime. Si kjo kalon shpejt, nuk është një pauzë. Ditë pushime, ndoshta ju ka bërë keq tyre Egnates dhe Dinamos dhe i ka bërë mirë të tjerave, po them që ka ndikuar, patjetër që ka ndikuar, sepse disa ditë pushime, ajo ngarkesa pastaj kur vjen nga pushimi është një ngarkesë për muskujt. Teuta Dinamo, një ndeshje që nuk prodhoi asgjë. Dhe Teuta është faqi shenja të mira, dhe Teuta është një ekip që pavarësisht se ndodhet 7 pikë larg Final Fourit, që është Vllaznia dhe Dinamo me pikë të barabarta, unë e shoh që do t'i grizë gjithmonë, do t'i shqetësoj të dyja këto ekipe për katërshen. Pastaj Partizanin është 10 pikë larg Final Fourit dhe mendoj që me humbjen e djeshme pothuajse ka larë duart me pjesën e 4 të parave. Pam pak edhe trajnerin Kërnaja pas ndeshjes që nuk ishte fort i qetë. Ishte më pak me nota nervozizmi, sepse po të shohësh dhe ndeshjen Partizani ka shpërdoruar një penallti. Që në këto pozita kur je, është mëkat, domethënë deri diku, sepse nëse je në vend të parë, dytë je aty, punë e madhe se humbe 1 pikë, 2 pikë, 3 pikë, po. Puna është ti shpërdor një penallti dhe je në pozita që si Partizani, si Tirana, Vora, Flamurtari kanë pikët jetike. Kjo është për sa i përket çfarë ndodhi në javën 20. Java 21 është brenda kësaj jave nis prej ditës së dielës dhe fillon me Flamurtari Bylis. Po, Flamurtari Bylis dhe po ashtu është një duel direkt për mbijetesë. Unë kështu e shoh. Pra ka duel mbijetesë Flamurtari Bylis, ka dhe Egnatia Elbasani që është duel titull. Po, është dhe Dinamo Vllaznia, vendi i tretë me vendin e katërt. Kështu që janë vendi i parë, vendi i dytë. Domethënë domethënë fundjavë luan Final Fourit, domethënë pak a shumë. Nëse do mbaronte kampionati këtë fundjavë, do ishte javë e fundit. Do luante vendi i parë me vendin e dytë dhe vendi i tretë me vendin e katërt. Edhe Final Four, edhe play-offi, edhe play-outi. Po, edhe finalet e... Mirë sa, edhe është një ekip i kategorisë të parë që do që për momentin është Pogradeci. Pogradeci për momentin. Pastaj ato kanë një mini play-off që po është Skënderbeu, Laçi dhe pastaj Pogradeci. 2 ekipe ngjiten direkt dhe pastaj e treta kalon nëpërmjet play-offit që bën një ndeshje mes tyre. Le të bëj edhe një pyetje të fundit përpara se të ndalem pak edhe në kampionatet e huaja, se ka pasur ca surpriza të bukura. Marrova diçka, më fal Kris. Te Vllaznia Dinamo është një sfidë që ka pasur tension në fazën e dytë, po ta mbaj mend deklaratat e trajnerit Martini Dajës dhe ajo është më shumë sfida interesante për të ndjekur. U bë shumë mirë dhe mua më pëlqeu ndonjëherë ajo ja una, pavarësisht se këto deklarata ndonjëherë mund të jenë të nxituara sepse ti mbas ndeshjes je me nerva, e ndezin dhe sado treshin dhe tifozë, treshin mjetet sociale mbushen plot, qarkullon në rrjet. Kështu që besoj që edhe kjo ndeshje të jetë si ajo, me çik deklarata të kujdesshme, por me spektakël. Dua shumë shkurt një koment për merkaton e dimrit. Kush spikati? Përveç Tiranës që e komentuam, pati ndonjë afrim të bujshëm në Shqipëri apo në një largim? Po Tirana, edhe Partizani ka afruar një mbrojtës si Çaka, Kamerë Çaka që vjen nga Shkëndija dhe është një lojtar që do të siguroj pjesën e mbrojtjes. Po për momentin Partizani thamë është në ato ujëra që ky mbrojtësi nuk është me pikatore. Tash aty ka ardhur një drejtor i ri si Ibrahimi dhe mendoj që ka kohë deri në fund të muajit dhe besoj që lëvizjet ata po bëhen gati për disa lëvizje. Sepse po ta shohësh Partizani është një ekip që nuk shënon, ka shënuar më pak nga të gjithë. Dhe normalisht aty duhet një sulmues që e nuat golin. Pas ekipet e tjera nuk është se kanë patur në një merkato. Dinamo më shumë në dalje ka larguar 2 mesfushor. Po s'ka mbaruar dritarja e transferit. Nuk kanë mbaruar, kështu që mendoj që edhe do afrojnë ndonjë lojtar me peshë. Se kampionatet e huaja për shembull kujtoj edhe merkaton e verës ku
30 gusht, ndoshta në 11:30 të natës bëhen ca goditje që nuk i Po gjithashtu janari krizë është pak i vështirë për të gjetur lojtar, sepse do të kesh financa mira që të bindesh pak me fat që dikush tjetë ose në proces largimi nga i klub, ose të ketë probleme me dokumentacionin, ose ndonjë dëmtim. E vërtet, zakonisht në janar mund të gjesh lojtar shqiptar që janë larguar 1 ose 2 sezone para jashtë, dhe nuk kanë shfaqur atë që pritet, nuk kanë përmbushur pritshmëritë dhe bëjnë një hap mbrapa. Mund të kthehen. Për shembull flitet për Andja Drojn, që mbrojtësi ka qenë i kombëtarët, që është luan në Ukrainë, që mund të rikthehet në superiore. Është mes Dinamos, ndoshta Partizani prap është aty, po. Ne kuptoj. Për këtë flitet më shumë. Tani do shkoj pak te kampionatet e huaja, do shkoj tek Serie A italiane. Ti e ke deklaruar në këje tifoz në Itali, e di? Deklaruar, tash pashu një episod këtu kur të jemi dhe të vime atë panelin e Romës. Tifoz i Romës. Imagjinoj sa e vështirë mund të jetë jeta për një tifoz të Romës. Ti më the pak më herët që është e bukur se është kështu, nga që je Roma të falë emocion. Jo, po them me skuadra shumë të mëdha, gjithmonë vjen si jo favorit. Flas tu për gjigantët e Evropës, në Real, Barcelona, City, Bayern e të tjera. Por si favorit, gjithmonë po ai të marrësh një fitore, entuziazmi, gëzimi është shumë më i lartë, nuk krahasohet. Këtu jam dakord me ty, jam shumë dakord. Tani ka pasur disa ndeshje të rëndësishme në Serie A italiane, jo më larg se mbrëm Milani ka fituar dhe e ka ngjeshur atë kreun, duket interesant prej disa vitesh kampionati italian, ku pavarësisht se në fund ngushtohen korsit dhe janë vetëm 2 skuadra, të paktën deri nga fundi i kampionatit shkojnë 4 apo 5 ekipe në garë për titullin. E vërtet, iku ajo dominanca, diktatura e Juventusit, që arriti të fitonte mos gaboj 9 kampionate radhazi, dhe pastaj u rikthyem te Inter, Napoli, Milan aty. Dhe ky vit po ashtu mes 3 ekipeve mendoj unë, Napoli më pak, po pastaj Interi dhe Milani që mund të jenë për garën për titull. Milani arriti një fitore shumë të rëndësishme me Komon, që është një ekip surprizë mendoj unë në Serie A. Për atë që ka treguar, është ekipi më surprizë, sepse nuk ishte humbur asnjë në shtëpi, ishte humbja e parë që ja shkaktoi Milani. Gjithashtu më bëhet shefi për shqiptarin ton Iglitari, i cili me ato aftësitë e veta, me potencialin që ka treguar e Lazio, ka arritur të ndërtojë një ekip me buxhet jo të çmendur, flasim një realisht. Me një trajner që kënaqet dhe me gjys golit. Me një trajner që kënaqesh, me zgjuarsi mendoj unë. Tare ka vepruar me zgjuarsi. Dhe arriti që tani ta rivalizoj Interin, që është një ekip që vitet e fundit ka themele shumë të forta, ka arritur 2 finale Champions-i, ka fituar titull. Kështu që besoj që do jetë deri diku mes këtyre, derbi Milanos do jetë ai që do na japë atë shfaqjen. Po mos harroni kujdes, ta thashë më përpara që Juventusi është zonjë vjetër dhe kur mund të përplasen këto 2 të parat, mund të përfitojë një i tretë. Unë kam pikë të dobët dhe ndjek për shumë vitesh Juventusin, po prap jam skeptik sepse lë pikët me skuadrat e vogla, e kemi thënë që ka diçka që nuk shkon për objektivin e madh final të sezonit. Megjithatë, kjo është e kampionati italian. Tani ç'ndodhi atje në Kupën e Spanjës me Realin e Madridit? Si ka mundësi që një skuadër e kategorisë së dytë të eliminojë? Është skuadra më e mirë, mund ta themi Realin? Po, mund, padyshim. Nga trofet që ka fituar, padyshim që është. Po shkoj, zakonisht këto ndodhin shumë rrallë, po Reali ishte një moment delikat, me thënë drejtën, që nga lojtarët, stafi, Alonso u largua, aty ka ardhur një trajner i ri, normalisht ambienti nuk është futbollisti. Po, ai ishte futbollist, shoku i ngushtë i Alonsos, Arbeloa. Do të thotë rrjedhimisht nuk është se ishte edhe faj. Jo, ndeshje parë i trajnerit, fakti që ty të eliminojnë tani nga kategoria e dytë. Dakor. Shko, këto ekipe që janë gjithmonë poshtë, mezi presin që të luajnë kundra Realit apo Barcelonës. Mbajmë gjithmonë kanë ndodhur. Edhe më përpara ka ndodhur. Shumë rrallë. Ka ndodhur dhe në Francë. Francë ndodhi gjithashtu. Paris mundi Paris Saint-Germainin. Po, të kujtoj ai Paris FC-ja ka një president që është në dhjetën e parë të njerëzve më të pasur të futbollit. Kështu që ai Paris FC-ja për pak do arritë edhe këto nivele si City, si Paris Saint-Germaini. Se do hidhen financa. Patjetër që po. Ata kanë një stadium shumë afër Paris Saint-Germain dhe janë aty rivalitet. Ka ndodhur, edhe mbaj mend edhe Barcelona është eliminuar ka vite më përpara në ekipe kështu të kategorisë të 4 të 5. Albacete ai ishte një ekip që deri diku kishte futboll, po tani të eliminosh Realin edhe në fund aty Reali nuk ishte me skuadrën më të mirë, ishte me formacionin e dytë apo të tretë. Formacioni i dytë. Vlera e atyre lojtarëve të formacionit dytë të Realit është ku e ku me skuadrën e kategorisë së dytë. Është moment delikat ky i Realit dhe mendoj që kjo do t'i ndikojë edhe pjesa e La Ligës. Si e ka garën me Barcelonën? Është Barcelona përpara. Normalisht është Barcelona përpara dhe duhet Barcelona që i ka dhënë dhe i goditje të rënda. Po mos gaboj 4 pikë para. Padyshim. Po gjithsesi, Reali nuk është nga ato ekipe që demoralizohet kollaj. Është ekip që është mësuar me Champions Liga, me trofe të mëdha. Besoj që ne shohim që këthe na duket si çfarë po ndodh, është ndonjë
iku të Ranieri këto. Reali është mësuar me këtë situatë. Edhe Kupa e Spanjës besoj që nuk është një trofe shumë i rëndësishëm për Realin. Çdo gjë mund Kia Afrikën në Champions, atë sa do sepse këto ekipe që ndonjëherë janë kështu pa çdo gjë mund të ndodhë në çdo kupë, çdo kampionat. Edhe pse këtë vit e ka pak të vështirë. Reali do të jetë paktën deri tek katërshtja e Champions League-s, e kanë Normalisht. përtuar 10 vitet e Kjo situatë ka ndodhur për shkak të ndryshimit të shumë lojtarëve që aty kanë ardhur disa karaktere që kanë qenë shumë të vështirë për të menaxhuar. Vinicius, Mbappé, lojtarë që edhe Ancelotti pati probleme, që Ancelotti është një trajner që ka pasur gjithmonë reputacion edhe me ata ka pasur probleme. Pan Mbappéja me Vinicius kur I thonin dhe Alonsos që të largohej nga fusha se nuk donin që të shihnin Barcelonën duke festuar fitoren e Superkupës. Tani nga Reali dhe Barcelona më bëri që me intervistën ta mbyll me një pyetje për Ronaldon dhe Messin. I shohin më tifozë Ronaldo dhe Messin. Tani Ronaldo ka një objektiv në kokë. Do që të arrijë 1000 gola, me që po kuptoj unë, se prandaj vazhdon luan. Messi nga nga tjetër shijon atë Miamin e bukur, shijon pushimet, shijon futbollin me Terezi, pak në kështu duhet. Mendoj që ata I shohin vetëm tani në rrjetet sociale, sepse të ndjekësh ndeshjet e kampionatit arab, po të aty amerikanë është shumë e vështirë. Kjo edhe për shkak të orarit, për shkak të mundësisë tonë në Shqipëri. Thjesht kur në rrjetet sociale, Instagram, Facebook që dalin këto highlights-et e gola, vetëm aty mund të shohin. Bëhen protagonizëm, dhe shoh Ronaldo me kritika. Janë më të mirët e kampionatit kur luajnë. Puna është që tifozët realisht ata do t'i ndjekin në botërorin e qershorit, mendoj. Mendoj që do të jenë të dy. Po, mendoj që do të jenë të dy. Kështu thamë edhe para katërisht. Tango e fundit, po tani do të që s'po dorëzojt asnjëri dhe unë mendoj që përveç garës që kanë pasur këta me topat e artë, tani është gara kush dorëzojt I pari. E sigur Ronaldo I ka hyrë pak ajo pjesa e setës që të triqet Messi pari dhe unë. Nga fotot që poston Ronaldo me fizikun e tij, të duket sikur do luajë edhe 10 vjet tjera. Gjithsesi, kam lexuar që ka një shans jo të vogël që Portugalia dhe Argentina të përballen bashkë nëse kualifikohen nga grupet e botërorit. Po, kanë shans. Ajo do të ishte besoj filmi më I bukur që kemi parë. Edhe pse të dy në një kështu mosh tani të thyer të themi në për futbollin. Do ishte bukur do ishte shumë e bukur. Do ishte shumë e bukur. Sepse ekipi do luante për të dy ata, cilën figurë do nderonte në fund. Kështu që do shumë interesante do ishte një përballje Portugali-Argentinë botëror. Presim verën. Kemi ç'bëjmë. Faleminderit shumë Krist për gjithë analizën tënde, gjithmonë këndshëm të të kemë në studio për larmishmërinë e sportit, jo vetëm futbollit. Ecim me programin me kulturën dhe mbyllim edhe ditën e sotme këtë të premte.